Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Shkalla e 4 e njohjes së Zotit është që ai të shihet i lirë nga gjithë mangësitë dhe të metat dhe të pranohet fakti që ai nuk e ka nevojën e trupit, të formës, të shëmbëllimit, të ngjashmërisë, të pozicionit në kohë dhe në hapësirë, të zhvendosjes si dhe të qetësisë, pa aftësisë dhe ignorancës, sepse tek qenia e përsosur s'mund të ketë mangësi apo të met, as mund të mendohet se dikush tjetër mund të jetë i ngjashëm i saj. Tiparet si këto do ta zbrisnin çdo qenie nga pozicioni i lartë i krijuesit në pozicionin e ulët të krijesës. Ja pse Imam Aliu e shikon pastërtinë e Zotit nga mangësitë të metat po aq të rëndësishme sa dhe qenien e tij vetëm një. Thuaj, ai Zoti është një, Zoti që nuk ka nevojë për asgjë. Ai as nuk lind, as është i lindur dhe s'ka asgjë që të ngjajë me të. Atë se shikon do të shikuarit, po ai sheh tërë shihet. Ai është krijuesi i holl e i gjithdijshëm. Mos sajoni pra shëmbëllime për Zotin. Zoti di gjithçka e ju nuk dini gjë. Vërtet, asnjë lloj gjëje nuk është si ai dëgjon çdo gjë dhe shikon çdo gjë.